Le të bëhemi gati së bashku sikur të ishte viti 2004. Fillojmë me make-upin. Xixat kanë qenë super të famshme. Ka qenë eyeshadow ngjyrë blu, super ikonik dhe mendoj se do bëj diçka me eyeshadow blu, diçka me xixa. Syt pak a shumë kjo është, okay? S'është daj keq, po ngjaj më bukur kur të vej lip gloss që do e vej pas outfitit. Un jam shumë e qartë se çfarë kanë qenë veshjet ikonike të atyre viteve. Kam këto jeanset super low waist. Kur them super do të thotë që nëse unë i vesh këto dhe përkulen vetëm pak është jo. Një gjë tjetër super ikonike atyre viteve kanë qenë këto sweatpants të Juicy Couture. Edhe materiali, ky është tipik materiali Paris Hilton 2000s. Çdo veshje që ka qenë trend në fillimin e viteve 2000 janë rikthyer si trend. Dhe vetëm një gjë specifike nuk është rikthyer, që është jeanse ose stretche të ngushta me mini fund sipër. Kjo nuk është rikthyer kur si trend. Ndihem sikur do përfundoj kjo sot, shpresoj jo, sepse as nuk do duket bukur, kupton? Kam dhe këtë që mendoj që ngjyrat janë fix diçka 2000s. Problemi është që komplet e hapur nga mbrapa dhe unë do dal në rrugë sot. Është paradite, me gjithë kurrizin jashtë, me këto meshkuj specifik që kanë në Tiranë, me këtë nuk e besoj. Nuk e besoj për kur, mos thuaj kur. Nëse do vishem dhe vetëm për t'ju treguar jeanset by the way. E kuptoni çfarë dua të them? Dhe ky është outfiti përfundimtar. Zgjodha dhe të visha këtë sipër, sepse siç ju thash, kjo është komplet e hapur, nuk e vesh dot gjatë ditës. Dhe mendova të visha këtë sipër sepse në 2000s ka qenë dhe shumë in denim on denim. Kam dhe këto dy syzet që shkon super shumë, por mendoj që këto janë edhe më të veçanta. Nuk e vetë shmendur. Nuk e di si do dal në rrugë në këtë mënyrë. Jam e sigurt që do i vesh këto jeanset poshtë, kur mendon që unë s'kam turp të dal në rrugë si Flori, si versioni i mashkull dhe kam turp të dal thjesht e veshur me ngjyra si në vitet 2000. Kam gjetur edhe këtë çantën sepse xixa. Tani është momenti të dalim së bashku. Dhe ja ku kemi dalë në publik, si Jojo Siwa. Nëse qëllimi kryesor i gjithë videos së sotshme dhe i videos që po bëj për YouTube është sepse në datën 4 shtator te Tunel Tarrac po organizoj një party që është fiks me tematikën e viteve 2000. Pra veshjet, dress code është rreptësisht 2000s. Muzika do jenë të gjitha hitet e viteve 2000. Biletat tani kushtojnë vetëm 500 lekë të reja dhe mund t'i gjeni te Le Futur në blog. Shkoni aty nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 9:30 të darkës dhe mund t'i gjeni biletat aty. Mos harroni që do të jeni 18 vjeç plus.